Prej më shumë se 5 vjetësh, pasi shkolla e tyre u dëmtua nga tërmeti, fëmijët e fshatit Donofros në Dimal mësojnë në një lokal të përshtatur si shkollë. Rreth 70 nxënës të arsimit nëntëvjeçare zhvillojnë mësimin në këtë lokal, ndërsa 40 të tjerë janë detyruar të regjistrohen në një shkollë private në Roskovec. Të indinjuar, prindërit e nxënësve thonë se rindërtimi i shkollës ka mbetur thjesht premtim elektoral. Jo vetëm shqetësimi, po i gjithë këtyre banorëve është për punën e shkollës. Është turp i Zotit të shikosh që të vish jetë 2025 sot dhe të vish të shikosh një gjendje skandaloze. Kjo bashki nuk pas ka 20 milion lek për restaurimin e shkollës që fëmijët e tanë të bëjnë mësim. Fëmijët sa në Roskovec, sa në Fier, sa në Tiranë, sa atje. Shqetësimit të banorëve ju bashkua edhe drejtuesi politik i PD-s për Beratin, Eno Bozdo, i cili tha se bashkia i ka pasur të gjitha mundësitë për rindërtimin e shkollës. Kanë qenë gjitha mundësitë nga bashkia dhe pushteti qendror që ajo shkollë të riparohej. Në kushtet ju i shikoni, këtu bëhet shkollë në një lokal. Është e pamundur që cilësia e mësimit të jetë në nivelet e kërkuara. Dhe nuk po flasim për një fshat do si do, ne flasim për një fshat edhe një qendër e cila është vërtet e banorë. Në mungesë të shkollës edhe në mungesë të kushteve, shumica e banorëve Donofrosës preferojnë që të shpenzojnë 150 lekë të vjetra në muaj për t'i çuar në një shkollë private në Roskovec, se nuk ka mënyrë tjetër. Banorët e Donofrosës thonë se fshati i tyre prej dekadash nuk njeh asnjë investim infrastrukturor, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga i vendor.